Ekipi Akademisë Vllaznia U19 sot ka startuar në seancën e parë servitore të sezonit 2026-2027 me një staf të ri. Në krye të skuadrës, siç është bërë me dije më herët, është Haris Lika. Profesor urime për këtë detyrë të re. Faleminderit, Josef. Në fakt është një rikthim tek Akademia Vllaznia pas një shkëputje disa vjeçare. Fillimisht do ta filloj me një falënderim shumë për zemërt për presidentin e klubit Vllaznia, zotin Urban Xhaferi, edhe drejtorin e Akademisë Vllaznia, zotin Elban Hasani. Pastaj për të vazhduar pyetjes tënde, jam shumë i kënaqur, jam shumë mirë që jam përsëdyti pjesë e ekipit Vllaznia, Akademisë Vllaznia. Sigurisht që Vllaznia është një mundësi. Unë e vlerësoj shumë që u ripërsërit kjo mundësi. Herën e parë kam bërë një punë sigurisht shumë mirë. Kthehem tash thuajse 8 vite e gjys për të drejtuar ekipin e U19 Vllaznis. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Kam marrë angazhim që të bëj më së mirën time bashkë me kolegët e mi, në mënyrë që ta shkojmë këtë ekip aty ku e meriton realisht. Sot seanca e parë shtetëvitore, me çfarë pat tek kontingjenti i skuadrës? Çfarë bëri përshtypje? Të them drejtën, jemi sinqert, nuk i njoftu të gjithë djemtë, sepse ka vite që nuk punoj më me grup moshat edhe kam pas një shkputje të madhe. Besoj në ditë vazhdime do të krijoj ato idetë e mia, do të dal në konkluzione për gjithë ata djemtë, në mënyrë që gjithsesi për tyre të marrin atë çfarë kanë në fanelin e Vllaznisë. Ka një objektiv Haris Lika apo akademia dhe klubi ndaj kësaj skuadre? Po diskutim, si çdo klub, është më shumë klubi Vllaznia, që është një klub jashtëzakonisht shumë serioz, më i mirë në Shqipëri. Objektivi është, them drejtën, të kapim 500 e parë, po realisht besoj që dhe shpresoj shumë që me punë dhe me përkushtim, jo vetëm temin, por edhe gjithë me djemve që kam mbrapa, të arrijmë edhe shumë më nesër saq. Si gjithmonë, ekipi U19 është shumë pranë ekipit parë, pra parashikohet një bashkëpunim edhe me skuadrën e parë, me U19 për kalimin elementet me perspektivë. Se shikoni këtë mundësi bashkëpunimi me kolegun tuaj Edi Martini në skuadrën e parë? Po, realisht ekipi parë mas ekipit të rritërve është ekipi U19, edhe objektivi kryesor, në fakt, them drejtën, i çdo ekipi U19 është furnizimi me lojtarë të ekipit parë. Këtë vit kena disa element cilësor që do të furnizojmë ekipin e parë. Ata janë në fokusin e klubit. Besoj klubi ka filluar ka lëviz, me stadion ka bollë kontrata me disa nga djemtë. Të marrë parasysh edhe ligjin që ka nxjerrë federata për aktivizimin e një 17 vjeçari në 45 minutat e para. Besoj që për këtë djemë do të jetë një mundësi e mirë për me dash me vesh fanelin e ekipit parë me plotësu ëndrrën e tyre. Pikërisht për rregulloren më të fundit, që është me detyrim përcaktim, siç ka qenë dikur më herët aktivizimi i një lojtari të ri tek skuadra parë. E shikoni pozitive patjetër. Po, diskutim, ky rregull ka kanë shumë vite më përpara, ndoshta kur atëherë akoma nuk ishte lind. Unë shoh shumë pozitive. Aktivizimi i djemve të ri me detyrim në ekipin e parë është një motiv shtesë që këta djemë me punu edhe më fort, në mënyrë që të hinë fokusin edhe në radarin e drejtuesve të ekipit parë edhe të aktivizohen. Ne thamë që bashkëpunimi me skuadrën e parë do të jetë prioritar, por në mes është edhe Vllaznia B, një tjetër hallkë shumë e rëndësishme e klubit ku ka pasur bashkëpunime edhe me U19 dhe me skuadrën e parë, se patjetër që edhe ju jo me kot të shkëriu edhe ekipi B i Vllaznisë. Po, ama besoj të marrë parasysh me rregullin e ri që thamë të federatës, besoj që i fokus kryesor do të jenë këta djemë që unë po drejtoj sot. Po dash me hek meritat edhe punën e mrekullueshme që po bëjnë edhe kolegët e mi të Vllaznia B, duke nxjerrë edhe kampion. Edhe gjithë ata djemë që janë aty, pa diskutim që nuk duhet, po duhet motivohen edhe më shumë për me punu, sepse gjithmonë ekipi parë është i hapur për djemë që jo vetëm që kanë dëshirë, por që janë të aftë për me dash me ndihmu ekipin e parë. Sot dita e parë është stërvitjes, ndërkohë deri në startin zyrtar të kampionatit do të ketë ndonjë ndeshje miqësore apo diçka? Po, diskutim, ndeshjen e parë sigurisht sepse kena shumë djemë që na kanë ardhur në provë, ndeshjen e parë do ta bëjmë turmana grupit me U17, ditën e mërkurë, pastaj do shohim edhe me ndeshje tjera miqësore që do të bëjmë me ekipe tjera. Profesor, sot pam edhe një lojtar me ngjyrë në fillimin e stërvitjes, çka duket se edhe
Lojtarët e huaj do të jenë pjesë e skuadrës Po, tuaj? me sa diun ka kanë pjesë e Akademisë Vllaznia dhe vitin e kaluar. Di që mëso Gabosha është edhe lojtar që ka formues për ekipin e Vllaznisë, edhe do të jetë po diskutim pjesë e jona për këtë sezon. Profesor, faleminderit dhe suksese. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.